Miq, siç e shihni, jemi në aeroportin e Rinasit, në aeroportin e Nën Terezës, pra nga sheshi Nën Tereza, teksa po shihnin ndeshjen dhe festuam golin e mrekullueshëm që na dha fitoren të Rej Manajt ndaj Serbisë, një fitore e merituar, një lojë shumë e bukur, shumë aksione të tjera që mund fitonin akoma më shumë, por ajo se çka është më kryesorja, ne dolëm të fituar dhe madje do të merja guximin thoja që nuk kemi që duam atë të fulemi në botror, se ajo se çka gëzon më shumë është fitoria ndaj Serbisë, është një fitore e shumë fisht, le të themi. Edhe kemi ardhur në aeroport për të respektuar ata djem që na respektuan atje në Serbi, me shumë sakrifica, me shumë penalitete ose le të themi gjykime ose gjëra që kanë bërë serbët ndaj shqiptarëve dhe futbollistëve shqiptar atje, çunave të kontares. Ne kemi ardhur tek aeroporti i Nën Terezës për t'i pritur dhe për të festuar, por si shihet situata është shumë e vagët, është e blinduar me policë, e gjithë aeroporti i Nën Terezës, kemi kudo forcat policisë, tifozët për momentin nuk ka shumë, ditet që rreth një orë mund vinë, domethënë çunat e kontares, por sipas informacioneve flitet që do të merren direkt në momentin që sa zbresin nga avioni, do të merren direkt me autobus dhe nuk do të lejohen fare që të priten ndoshta nga tifozët ose që të ketë një lloj festimi midis lojtarëve të kontares dhe tifozave kuqezi. Një informacion ose teksa e dëgjova kur po kalonte ky shefi i policisë që ishte këtu pak më parë, që tani lëvizën edhe nga patrullat që kishin vendosur këtu për të bllokuar le të themi makinat që të futen brenda në aeroport. Thanë që do të vinë nga ora 4:30. Ndoshta mund të jetë një informacion i vërtet ose ndoshta mund të ketë hedh një fjalë për të thënë ose për të zhbërë le të themi këtë organizim që kanë bërë çdo kush nga ne ose çdo kush nga manovrat e policisë, shumë interesante duke. Nga të bëjnë akoma interesante këtë natë. Lëvizën edhe policia, gjithë makinat, automjetet e policisë lëvizën gjitha. Ndoshta mund të jetë edhe vërtet që çunat e kombëtares mund të vinë edhe rreth orës 4:30, por ne të presim mirë të paktën orën 2 që kemi informacion e parë që na thanë ata njerëz që janë atje në Serbi që na thanë që do të nisen dhe do të vinë në orën 2, do të vinë në Shqipëri. Por më shumë shohim se çfarë do të ketë më tepër në këtë ngjarje, do të them historike, siç ka qenë edhe ajo e 2014-s, që ishte rasti i ngritjes dronit autokton për flamurin autokton nga Ballis Morina, po në njëjtën ndeshje me Serbinë. Ju përshëndes.